Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama nga Saranda, ku prezantoi kandidatët për zgjedhjet e 11 majit, kërkoi mbështetje masive për Partinë Socialiste. Ai theksoi se 11 maj është dita kur zgjedhësit do të zgjedhin takimin me historinë, rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi kandidatët e koalicionit Shqipëria Madhështore në qarkun e Fierit. Nga ky qark, Berisha ka folur mbi programin elektoral të Partisë Demokratike, duke premtuar se në 100 ditët e para do të vendosi minimumin jetik për çdo shqiptar 200 euro. Fshati Meshgorani i Bashkisë Tepelen është i njohur për traditat bujqësore dhe blegtorale. Banorët gjatë gjithë vitit kultivojnë kultura të ndryshme bujqësore. Një ndër ta është edhe 65 vjeçari Mersin Cani, i cili është shembull për përkushtimin e tij ndaj tokës. Kinemaja është kthyer në një vend të dashur për fëmijët. Gjirokastrit 2 ditë në muaj ata mbushin sallën për të ndjekur filmat animuar të përzgjedhur për të plotësuar shijet e tyre. Ju njohim tani më gjerësisht Kryeministri Edi Rama nga Saranda, ku prezantoi kandidatët për zgjedhjet e 11 majit, kërkoi mbështetje masive për Partinë Socialiste. Ai theksoi se 11 maj është dita kur zgjedhësit do të zgjedhin takimin me historinë dhe rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri, njëherësh kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, zhvilloi mbasditën e së shtunës takimin përmbyllës elektoral në Sarandë. Në fjalën e tij, Rama foli për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama u shpreh se 27 vendet e BE i hapën më në fund negociatat, por shtoi kreu i qeverisë: ajo që ka ndodhur dhe që të gjithë shqiptarët duhet ta kuptojnë në këto ditë të mbetura drejt atij takimi me historinë, është që na kanë dhënë një mundësi që nuk ja kanë dhënë askujt deri sot. Asnjëherë më parë, në asnjë palë zgjedhje të tjera, kjo çështje nuk ka qenë një çështje e shtruar në rendin e ditës. Ka qenë një çështje aspirate, një aspirat e jona që ne thjesht e kemi trashëguar nga të tjerët, e të tjerët e kanë trashëguar nga të tjerët, dhe ata tjerët nga tjerët, sepse kjo aspirat nis me profecinë e Gjergj Kastriotit. Profeti i historisë tonë kombëtare vuri barikadën këtu. S'kishte BE në atë kohë, dhe Europa nuk ishte ajo që u bë në shekujt e më pastajm, por ama Europa ishte aty dhe ai vuri barikadën dhe vendosi që bijtë e tij, niprit e tij, stërniprit e tij, stërniprit e stërnipërve të tij do të vendoseshin në perëndim dhe jo në lindje. Derisa rilindasit tanë e kthyen atë në një amanet shkruar. E kthyen në një amanet shkruar duke u bërë bashkë për të vendosur alfabetin dhe zgjodhen alfabetin latin. Dhe nga ana tjetër e lanë me shkrim. Për ne dielli lind andej nga perëndon. Që do të thotë ne i përkasim Europës. Nëse ne shikojmë historinë tonë me objektivitet, s'ja kanë bërë të huajt atë që i kanë bërë shqiptarët e mbrapsht këtij vendi. Në theshtatën që na largoi nga Europa, njësoj si do të largonte këtë anijen këtu, apo të vargën aty një furtunë e madhe do ta hidhte matan, nuk e bën të huajt. E bëri shqiptari mbrapsht. Dhe kështu ne humbëm një moment historik. Na kanë dhënë një afat për të mbyllur negociatat për 3 vjet. Nuk e llogariste njëri fare Shqipërinë për atë që e llogarit sot. Sot Shqipëria është tjetër. Dhe ajo që s'duhet të ndodhi, është që derat mbyllet.
Ndërkohë që ne duhet t'ju tregojmë atyre që ne do ta bëjmë të gjithë të proces në afat. Dhe në atë moment kur të firmoset gjithë dakordësia për marrëveshjen me Bashkimin Evropian, do jenë të detyruar që ta çojnë në parlamentet e tyre dhe ëndra e madhe do të bëhet realitet fal votës së shumicës së shqiptarëve. Ne na duhet që me ata të jemi si shtash të përpikt. Ne populli shqiptar e duam Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Një përmbushje e një misioni historik. Çdo kush që në 11 maj të votoj për Shqipërinë me BE në Europë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi kandidatët e koalicionit Shqipëria Madhështore në qarkun e Fierit. Nga ky qark Berisha ka folur mbi programin elektoral të Partisë Demokratike, duke premtuar se në 100 ditët e para do të vendosi minimumi jetik për çdo shqiptar 200 euro. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi takimin e tij përmbyllës me qytetarët e Fierit, ku prezantoi listën e kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Gjatë fjalës së tij, Berisha theksoi se qytetarët tashmë kanë në dorë fitoren më madhështore, një fitore që i përket të gjithë shqiptarëve që besojnë në liri, dinjitet dhe vlerat e familjes. Berisha prezantoi disa nga pikat kryesore të programit të Partisë Demokratike, përfshirë vendosjen e pensionit minimal në 200 euro, rrogën minimale në 500 euro, si dhe miratimin e statusit për minatorët. Nga një periudhë ndër më të pamerituara të histori, nga një regjim që në 12 vite shkretësoi Firin dhe Shqipërinë më shumë se çdo luftë, çdo pushtim, çdo fatkeqësi natyrore në gjitha kohrat, nga një regjim i cili në vend që të mundsonte që shqiptarët nga viti në vit të jetonin më mirë me punën dhe djergjet e tyre, bërja që ata të varfrohen, sofra e tyre të paksohet gjithnjë më shumë, dhe alternative vetme u mbeti atyre të marrin rrugë të dheut. Opozitar dhe opozitare kudo që jeni, keni ndur tuaja më të mrekullueshmen, më të shumë prituren, më madhështoren, fitoren, për të bashkuar në një moment epik për kombin, në një moment që ne ndajmë epokat. Për çfarë kanë bërë ata për Firin dhe Shqipërinë? Ne vendosim minimumin jetik për çdo shqiptar 200 euro. Ne vendosim pensionin minimal 200 euro. Ne vendosim statusin e minatorit për çdo qytetar të këtij qarku që ka punuar në naftë. Ne vendosim rrogën minimale 500 euro. Ja pra, të gjitha ata që janë me këto janë me shumicën, dhe janë shumica. Ne jemi sot shumica e shqiptarëve. Të trajtosh pensionistin me një pension që s'blen dot ilaçet është krim. Pa diskutim që hyjnë me ne, se të lësh të smurt në spital onkologjik pa ilaçe dhe të lash makinën si të bën lubia me 10.000 euro në muaj. Është krim kundër njerëzimit dhe asnjë firak edhe firak, asnjë shqiptar edhe shqiptar i ndershëm nuk mund të jenë me ata që kryejnë krime kundër njerëzimit, krime kundër shqiptarëve. 8 ditë kanë mbetur, ndaj dhe ne të trokasim tek çdo qytetar, tek çdo biznesmen i Fierit,
Të garantojmë atë se pavarësisht gabimit të tij, ne kemi vetëm një qëllim, suksesin e biznesit të tij. Kemi një qëllim, zgjerimin e biznesit të tij. Gjirokastra është kthyer në një prej destinacioneve më të preferuara për të vizituar nga turistët e huaj. Çdo vizitor që vjen në këtë qytet ndalesën e parë bën në Kalan Madhështore, e cila është një prej monumenteve më të vizituara deri tani, me një numër turistësh prej rreth 30.000. Kalaja Gjirokastrës është një ndër atraksionet më të preferuara të turistëve vendas, por kryesisht atyre të huaj, të cilët vinë për herë të parë për ta vizituar këtë monument. Gjatë vizitës së tyre në ambientet e kësaj kalaje, ata shprehen të lumtur për ardhjen në Shqipëri dhe që po u jepet mundësia për të parë dhe prekur nga afër bukurinë, historinë dhe vlerat e këtij qyteti. Është një qytet i bukur dhe i vjetër. Është hera ime e parë që vizitoj Kalan, ku pam avionit dhe tanket që tregojnë historinë e këtij qyteti dhe janë shumë interesante. Do ta rekomandoj te miqtë e mi që të vinë ta shikojnë nga afër Kalanën e mrekullueshme, gjithashtu dhe qytetin. Unë vi nga Izraeli. Është hera ime e parë që vi në Gjirokastër. Do qëndroj 2 ditë. Çdo gjë është shumë e bukur. Sidomos kalaja që po shohim tani është mahnitëse. Arkitektura dhe çdo gjë brenda saj janë të veçanta. Po e shijojmë qëndrimin këtu dhe po vizitojmë çdo vend që kemi parë në rrjetet sociale. Trashëgimia kulturore dhe natyrore kanë bërë që kjo kështjell gjatë 4 muajve të parë të vitit 2025 të presi një numër të konsiderueshëm turistësh, duke shkuar në rreth 30.000. Zhvillimi i madh i turizmit e ka kthyer në një prej destinacioneve të përzgjedhur dhe të pashmangshëm për të vizituar në 365 ditë të vitit. Nënat me 3 fëmijë kanë mundësi të përfitojnë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore falas në kuadër të paketës sociale të miratuar nga qeveria. Në Bashkinë e Tepelenës, zbatimi i kësaj skeme ka bërë që 17 nëna të jenë aktualisht përfituese. Paketa sociale për mbulimin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për nënat me 3 fëmijë po zbatohet edhe në Bashkinë Tepelen. Kjo paket u shërben nënave për të përfituar të drejtën e pensionit në të ardhmen. Armand Sala, specialisti ndihmës ekonomike në këtë bashki, bën me dije se aktualisht përfituese janë 17 nëna. Numri nënave me 3 fëmijë nën 5 vjeç janë emëruar në administratorët shoqëror të gjitha njësive dhe nëpërmjet aplikimit në Albania përfitojnë sigurime shoqërore derisa fëmia madhor të kalojë 5 vite. Është në rritje, janë afërsisht 12 nëna që përfitojnë sigurime shoqërore nëpërmjet aplikimit në Albania dhe presim që të ketë dhe aplikime të tjera, të reja, në lajmërimet që kemi bërë dhe në rreth 17. Specialisti Sala shton se janë disa kritere dhe një periudhë caktuar kohore kur një nën mund të përfitojë nga kjo paketë. Shpërblimin e sigurimeve shoqërore përfitojnë nënat që kanë 3 fëmijë nën 18 vjeç dhe i vogli është nën 5 vjeç. Derisa mbush moshën 5 vjeç, ndërpritet pagesa e sigurimeve shoqërore edhe kanë të ardhura nën 100.000 lekë vjetra. Për të përfituar sigurimet, aplikimi kryhet online përmes portalit e-Albania, nga ku merret edhe përgjigjja nëse përfituesja kualifikohet apo jo. Fshati Meshgoran i Bashkisë Tepelen është i njohur për traditat bujqësore dhe blegtorale. Banorët gjatë gjithë vitit kultivojnë kultura të ndryshme bujqësore. Një ndër ta është edhe 65 vjeçar i Mersin Cani, i cili është shembull për përkushtimin e tij ndaj tokës. Ky është Mersin Cani, fermeri nga fshati Meshgorani Tepelenës. Gjatë gjithë jetës së tij, ai është marrë me bujqësi dhe blegtori, duke konsideruar punën në tokë jo thjesht një burim të ardhurash, por si një formë përmbushje shpirtërore dhe fizike. Bujqësia është punë të roç, të jetorç, që në moshën 15 vjeçë dhe sa vajta 60 vjeç, kam qenë më shëndruese e Trebeshinës. Pasurimi më madhe se të punosh edhe trupin e ke në gjendje edhe ekonomin nuk ka shtrim dorën asnjëriu.
Së bashku me bashkëshorten, ata marrin toka me qira dhe i kultivojnë me kultura të ndryshme bujqësore gjatë gjithë vitit. Përkushtimi i tyre është shembull për shumë të tjerë në zonë. Po pastaj atë barin e lik që se han baktia, lopët. Unë me gjithë gruan jam, dësher, grur, misër, 3 vitin këtë punë kemi. Neve tani heqim këtë dësherën, e lëmë e plugojmë, do ta mbjellim prap, o grur, o dësher, o el. Ande mbjellim misër që kemi qikuj, mbjellim jonç. Fshati Meshgoran është i njohur për kultivimin e grurit, misrit, jonxhës, kultura që kanë qenë prej vitesh bazë e ekonomisë familjare për shumë banor të zonës. Sadush Manaj nga Saranda shkon në bashkit Fqinje ku prej 41 vitesh ushtron profesionin e shartuesit të pemëve. Megjithatë, sipas tij, ky profesion nuk i plotëson të ardhurat të mjaftueshme vjetore për familjen. Zoti Sadush Malaj ka qenë ish ushtarak, por asnjëherë nuk ka harruar profesionin e agronomit të mesëm. Me origjinë nga Mallakastra është vendosur në qytetin e Sarandës dhe po ushtron profesionin e shartuesit në disa bashki të qarkut të Vlorës. Kishim mundësi ta takonim rastësisht në memorak të Finegjit dhe zhvilluam një bisedë të shkurtër. Sapo kam mbaruar shkollën e mesme bujqësore e Dervishe Kalin Ballsh, sa dje kam jetuar. Edhe ky lloj zanati më ka pëlqyer, e kam pasi si hobi. Edhe nuk e kam lënë, domethënë që atëherë kam filluar shartimet, domethënë duke kaluar vitet, duke profesionuar sa më shumë në zanat. Edhe sot unë jam në 1%, domethënë te 99% deri 100% në vende. Sa kam mbaruar shkollën e mesme në 80-ën kam mbaruar të mesmen. Edhe deri më sot unë vazhdoj tani jam bërë domethënë profesionist. Megjithatë, sipas zotit Malaj nuk garantojnë të ardhurat vjetore vetëm me këtë profesion. Kjo është punë sezonale në fakt. Edhe domethënë diçka siguron. Po jo, nuk është punë domethënë ta kesh tër vitin. Kjo është punë fillon në shkurt, edhe mbaron tani në maj, qershor, se s'ka më. Periudha më mirë e kësaj është periudha prillit, që fillon me ullirin. Se ulliri është diçka një pemë më e vështirë për të shartuar e për të zënë, se bëjnë të gjithë, se ka pemë të tjera, për shembull si punë e gorricës së dardha dhe këto mund t'i bëj edhe një që s'është profesionist. Ta e pa e bëri uzu. Kurse këto duan çik punë më shumë. Në 58 fshatat e Finikit ka dhe specialistë të tjerë që ushtrojnë profesionin e shartuesit të pemëve. Rritet numri i rasteve që kërkojnë ndihmë urgjente mjekësore pranë qendrës shëndetësore në Këlqyr. Mjekja Entela Ibrahimi bën të ditur se që prej muajit prill janë rreth 40 raste nga mosha të ndryshme. Në qendrën shëndetësore të Këlqyrës është shtuar një rritje e ndjeshme e rasteve urgjente që kërkojnë ndihmë mjekësore. Sipas mjekës Entela Ibrahimi, që prej muajit prill janë paraqitur rreth 40 raste nga moshat më të ndryshme. Ne jemi një qendër shëndetësore 24/7, qendër pritse dhe jo vetëm ditën, por edhe natën sipas rasteve që vinë. Ka pasur raste të shumta të urgjencës dhe fal kujdesit të personelit ton të mesëm shëndetësor dhe mjekëve të cilët janë pranë këtij personeli, ka pasur rreth 30-40 raste në muaj, të cilat janë zgjidhur disa prej tyre pranë qendrës shëndetësore, që janë gastroenterite, që janë pickime nga insektet, alergji, shok anafilaktik, kurse të tjera që kanë pasur nevojë për shërbim më të specializuar janë drejtuar pranë institucioneve të tjera. Jo vetëm moshat e treta të cilat kanë sëmundje bashkëshoqëruese, por ka edhe fëmijë të cilët kanë probleme, jo vetëm probleme që janë të griperave që kanë qenë sezonale, por në këtë periudhë kemi edhe probleme të alergjive stinore. Për rastet më urgjente, të cilat kërkojnë trajtim të specializuar, mjekët e qendrës shëndetësore i referojnë pacientët në Spitalin e Përmetit apo në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës. Në bashkëpunim me njësinë e koordinimit të urgjencës 127 dhe urgjencën e Spitalit të Përmetit, ne i nisim rastet në Spitalin e Përmetit për vlerësim të mëtejshëm, ose në qoftë se rasti është i rëndë, shkon drejt Spitalit të Gjirokastrës, shoqëruar nga personeli shëndetësor i urgjencës së Spitalit të Përmetit, që njerëzve të gjendemi sa më afër dhe të bëjmë një shpërndarje të duhur të pacientëve atje ku shërbimi është më cilësor dhe është me specialitetet e duhura. Mjekët apelojnë për kujdes të shtuar në këtë periudhë.
sidomos për shkak të rritjes së rasteve me alergjitë stinore dhe problemet e tjera shëndetësore që lidhen me ndryshimet e motit. Në muajin shtator pritet të realizohet një ëndër e mësuesit veteran Grigor Naçi në Finiq, ku nxënësit dhe mësuesit pritet që të strehohen në shkollën e re. Mësuesi veteran zoti Grigor Naçi porrugëton në dekadën e tretë si drejtues dhe mësues në shkollën nëntëvjeçare të Finiqit. Që në ditët e para si edukator në këtë shkollë, ka kërkuar rikonstruksionin e saktë dhe të plotë të godinës, pasi nuk plotësonte kushtet e nevojshme. Pas shumë përpjekjesh, kjo ëndër po bëhet realitet, pasi vijojnë punimet për rikonstruksionin e saj. Ky fakt krijon emocione të shumta tek mësuesi Grigori, i cili kujton një mallëngjyrë. Neve jemi shumë të gëzuar që përfundimisht pas 20 vjetëve kërkesa u aprovua ndërtimi i shkollës së re ose rikonstruksioni i shkollës së vjetër, ndërtimi i shkollës së re në Finiq. Unë që kur kam marrë këtu si drejtor shkollë në vitin 2004, shkolla që shkoj mbrapa ka pat probleme në lidhje me çarjen e mureve. Dhe atëherë që kemi kërkuar që të bëj shkollë re. Gjithsesi, viti i ri shkollor 2025-2026 do të gjejnë nxënësit dhe mësuesit tek kësaj shkolle në godinën e re. Besoj se po, se edhe përgjegjësit e firmës thonë që shkolla e re do të jetë gati në shtator, po dhe po se është pjesa e shkollës së re, shkolla e vjetër do të jetë patjetër. Godina e shkollës nëntëvjeçare të Finiqit po rikonstruktohet me një fond të qeverisë shqiptare i cili varion tek 83.3 milion lek pa TVSH. Kinemaja është kthyer në një vend të dashur për fëmijët Gjirokastrit. 2 ditë në muaj ata mbushin sallën për të ndjekur filmat e animuar të përzgjedhur për të plotësuar shijet e tyre. Me rikonstruksionin dhe pajisjen me infrastrukturën e nevojshme, kinemaja e qytetit të Gurt vazhdon aktivitetin e saj me një program të detajuar çdo muaj. Përveç prodhimeve për spektatorin e rritur, në kalendarin e aktiviteteve nuk mungojnë filmat për fëmijë. Janë vogëlushët e kopshteve dhe nxënësit e arsimit fillor që përmes ekranit të madh shijojnë filmat dedikuar botës së tyre. Planin e aktiviteteve të Kinema Gjirokastës nuk mungon çdo muaj filmat për fëmijë. Edhe sot kemi një pjesëmarrje të gjerë të kopsheve, se filmat janë të përshtatshëm për ata, për grupmoshat e tyre, dhe fëmijët janë duke i ndjekur këto filma me kënaqësi të madhe dhe gjithnjë thonë kur do vim përsëri në kinema. Kinemaja ka marrë një trajt të plot tani dhe me zhvillimet që janë bërë së fundmi në kinema. Edhe kështu që gjithnjë ne kemi në vëmendje fëmijët e vegjël. Princesha e bukur dhe Dhelpra Ziliqare janë 2 filmat që janë programuar në vim për vogëlushët Gjirokastrit. Në qytetin e Tepelenës, biblioteka vazhdon të mbetet një nga hapësirat më të rëndësishme për zhvillimin kulturor të komunitetit. Interesi për leximin është në rritje dhe numri lexuesve po shtohet nga viti në vit, ndërkohë që pranë kësaj biblioteke numërohen rreth 1200 ekzemplar librash dhe çdo vit pasurohet me tituj të ndryshëm. Në bibliotekën e qytetit të Tepelenës është vënë re një rritje e interesit nga lexuesit, sipas përgjegjëse së institucionit Nertila Ibrahimi, frekuentuesit janë nga të gjitha grupmoshat, ndërsa aktualisht biblioteka numëron rreth 1200 ekzemplar. Fondi pasurohet çdo ditë me blerje të reja, ndërkohë që mbi 500 lexues janë të rregullt. Në bibliotekën tonë ditës rritet interesi, si nga fëmijët, ashtu dhe nga të rriturit. Më shumë interes kanë nxënësit e shkollave, pasi janë dhe me provime, dhe i ndihmojmë me librat që kemi. Pranë bibliotekës tonë janë rreth 1200 ekzemplar. Ne çdo vit bëjmë blerje të reja. Për këtë vit janë bërë blerje të reja. Titujt janë vënë në dispozicion, kërkesat kanë qenë të shumta. Një nga problematikat me të cilat përballet institucioni është moskthimi në kohë i librave nga lexuesit. Për këtë arsye, përgjegjësia Nertila Ibrahimi u bën apel qytetarëve të jenë më të përgjegjshëm dhe të respektojnë rregullat e huazimit. Kemi dhe një problem të madh, ka nga ata që marrin librat dhe nuk na i kthejnë. Penalizimi është, domethënë, që e paguajnë në vlerën 5 fish. Në rast se
por ne kemi bërë dhe një tolerim tjetër që ta blejnë dhe ta kthejnë me të njëjtin titull. Për të nxitur edhe më tej dashurin për librin, në ambientet e bibliotekës shpeshherë organizohen aktivitete të ndryshme me fokus të rinj dhe grupet në nevojë. Dhe këtu kemi mbritur në fund të minutave të ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshim.